Kemi pak pikrisht tek gjeopolitika, tek momenti gjeopolitik e zgjerojmë pak fokusin. Gjatë vizitës, siç e thatë edhe ju Nikola, të Trumpit në Kinë, ai vizitoi Tempullin e Qiellit, i vizituar shpesh nga Henry Kissinger, i cili është një nga iniciatorët e zellshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës për krijimin e marrëdhënieve pas një mungese të gjatë marrëdhëniesh mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara. Shkoi në 71-shin në mënyrë paksa sekrete dhe më pas kjo vizitë i parapriu dhe vizitës së Nixonit më pas ku vendosen edhe marrëdhëniet midis të dy vendeve. Momentet aktuale gjeopolitike janë të tilla që ndoshta establishmenti i Shtetet Bashkuara dhe administrata e Trumpit po e risjell edhe një herë këtë politikën e Kissingerit edhe po i dëgjon ato porositë e tij pra për të rilidhur me Kinën. Por çfarë do të thotë kjo për qendra të tjera pushteti? Këto shtrëngime duarsh, këto premtime, duke filluar nga Rusia, e cila ka me Kinën një marrëdhënie të pakufishme, siç e konsiderojnë ata, pra nuk kemi kufi në marrëdhënien tonë, nuk kemi as kufizime, po jemi të pakufishëm. Por që ndërkohë me afrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës krijohen disa kufinj, sepse ka interesa të ndryshme, kur ke interes me një palë sigurisht e redukton me palën tjetër, kemi Iranin, kemi Europian e tek kështu me radhë. Më jep një këndvështrimin tënd se cilat janë ato valë goditse që do prekin këto qendra pushteti dhe si mund të reagojnë apo si është përkthyer kjo vizitë në këto qendra pushteti. Ju përmendët Kissingerin, i cili ishte një realist, i përkiste shkollës në marrëdhënie ndërkombëtare janë disa rryma, është shkolla ose rryma realiste, është rryma ndërkombëtare ose liberale, janë rryma të tjera mix më pas, ka dhe rryma që marrin elemente nga të dyja. Në realizëm shtetet veprojnë sipas interesave. Realizmi i lëmënjan në vlerat, demokracinë, ato që liberalizmi i përqafon dhe fokusohet tek interesat. Ndërkohë, nga ana tjetër, liberalët ose rryma internacionaliste beson që marrëdhëniet rregullohen nëpërmjet institucioneve ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian në një farë mënyre, që është një entitet supranacional, të cilët rregullojnë marrëdhëniet me shteteve të ndryshme, parandalojnë konfliktet e kështu me radhë. Unë mendoj që e vërteta është diku në mes dhe ekziston një rrymë, të cilën mendoj që në një pjesë të madhe e ka përqafuar administrata Trump dhe ne duhet të kuptojmë në këtë rrymë për të kuptuar ose elementet e kësaj filozofie, e kësaj doktrine për të kuptuar veprimet e presidentit Trump dhe të vendeve të tjera. Unë jam një nga ata që besoj në këtë rrymë që është realizmi parimor, pra një ndërthurje e realizmit por pa braktisur vlerat, dhe presidenti Trump, sekretari Rubio gjithashtu, e kanë shprehur që synimi tyre është që balanca e pushtetit gjeopolitik qëndrojë në perëndim dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë me vende të cilat kanë karakteristika të përbashkëta ose ndajnë qëndrime, vlera, parime të përbashkëta. Kjo sepse është në interesin amerikan. Shtetet e Bashkuara duan të jenë lokomotiva që drejton punët e botës dhe në shekullin e 21, këtë nuk mund ta bëjnë natyrisht të vetëm, por interesi i tyre është primar gjithsesi. Dhe u nevojitet një ekosistem shtetesh të cilat të përputhen në një pjesë të madhe të gjërave me sistemin që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vlerat, me mënyrën e jetesës të funksionimit të gjërave. Për këtë arsye, presidenti Trump është munduar që ta zgjojë Europën dhe ta bëjë që të ndryshojë drejtim. Europa është pak e ngadalësuar përgjithsisht për sa i përket veprimit, për sa i përket ndryshimeve, është pak e ngurtë, është një strukturë e ngurtë. Ka dhe disa trauma, do t'i quaja unë, të kaluarës. Dhe ndaj nuk vepron me aq shpejtësi sa që do donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo krijon edhe këtë përplasjen mes të dyjave, jo më shumë për destinacionin se sa për rrugën se si shkohet në atë destinacion, por ka një zgjim për sa i përket Kinës, Rusisë apo vendeve të tjera të cilat duan të krijojnë atë polin e tyre ose zonat e tyre të influencës dhe të shkojmë drejt kësaj bote shumë polare. Tani, në këtë pikë
Rusia ka qenë e pozicionuar me Kinën, me Iranin, me vendet e tjera të BRICS-it për të kundërshtuar këtë hegemoninë amerikane, këtë Pax Americana, këtë rendin botror të drejtuar nga Amerika. Shtetet e Bashkuara nën Trumpin, se për atë po diskutojmë, janë munduar që të bëjnë të kundërtën e asaj që bëri Kissingeri. Në qoftë se atëherë ishte Bashkimi Sovjetik kërcënimi kryesor dhe Kina ishte një partner i dytë. Tani jemi në Kinën, që është një superfuqi pa diskutim, ushtarake, teknologjike, po edhe ekonomike, pavarësisht problemeve që kanë, dhe Rusia është më tepër pavarësisht potencialit rrezikut që ka nga ana e bombave nukleare, bërthamore, ekonominë vetë ka sa ekonomia e Spanjës apo e Italisë, diçka e tillë. E Spanjës, në mos gaboj. Pra, nuk është se është kjo fuqi ekonomike apo dhe teknologjike. Dhe Shtetet e Bashkuara janë përpjekur që Rusin t'ia heqin Kinës dhe të krijojnë një përçarje mes të dyave. Ishte ky një hap drejt këtij synimi? Tani takimi Putin-Trump i vitit të kaluar ishte një hap para në këtë drejtim për t'ia tërhequr Rusin Kinës. Tani ishte takimi i dy të mëdhenjve, nuk ishte aq vajtja e Nixonit në Kinë se sa e takimit të nuk e di, Reagan Gorbachev, po nuk jemi në atë pikë ende të konfliktit. Por ishte takimi i dy të mëdhenjve. Dhe oferta është bërë, unë ndaj e përmenda, oferta është bërë nga Kina, po është bërë edhe nga shtetet të tjera që secila do atë zonën e vet të influencës dhe nuk do që Shtetet e Bashkuara apo Perëndimi në përgjithësi të ndërhyjë në zonat e tyre. Kam përshtypjen që dhe kjo nuk është se i pëlqen fort Amerikës, sepse do të përfitojë nga disa aspekte të globalizimit që i kanë shërbyer Amerikës, qoftë në tregti apo në aspekte të tjera. Ndaj ngelet për të parë nëse do shkojmë në një botë shumë polare me sferat e ndryshme të influencës, apo do shkojmë në një botë që është me disa zona influence, po ku kryesorja ngelet ajo e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky do ishte skenari që do preferonte më shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë Kina kam përshtypjen do preferonte skenarin e një bote shumë polare, ku ajo gradualisht fiton terren për të kapur pozicionin e superfuqisë, sepse mendon që kështu mund të dominojë më lehtësisht. Një nga elementet gjithashtu që unë nuk e përmenda ishte dhe Irani, që u diskutua në takim, është bllokimi i ngushticës së Hormuzit, ku gjithmonë sipas palës amerikane, sepse pala kineze është disi më hermetike, sipas palës amerikane, Kina gjithashtu ka rënë dakord që ngushtica e Hormuzit do duhet zhbllokuar dhe ka rënë dakord për pikën e dytë shumë të rëndësishme që Irani nuk mund të ketë kur një armë bërthamore. Dhe shpresa e Trumpit përveç përmirësimit të marrëdhënieve, qoftë edhe në imazh mes dy palëve, ishte edhe çështja e Iranit, që është një çështje emergjente, sidomos kur kemi parasysh që afrojnë në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam përshtypjen që presidenti Trump preferon që ta mbylli përpara verës. Tani pyetja kryesore këtu është nëse Kina ndërhyn në Iran për të mundsuar një marrëveshje, për të zhbllokuar Hormuzin apo për dal garant që Irani nuk do heqë dorë nga ambicjet nukleare të vetat, pyetja është çfarë ka kërkuar në këmbim. Pastaj, sepse është ngritur dhe ky shqetësimi i Tajvanit, por është lehtësues fakti që Amerika këmbgul që pozicioni për Tajvanin nuk ndryshon. Megjithatë kam përshtypjen Nikola, siç ndodh në takime të tilla të nivelit lartë ku gjithë vëmendja e botës përqendrohet dhe gazetarët dhe analistët përpiqen të kuptojnë se çfarë është bërë, çfarë është thënë, shumë pak thuhen menjëherë pas takimit dhe gjërat realisht që kanë ndodhur apo për cilat është dakorsuar gjatë këtyre takimeve merren vesh kohë më vonë. Pra, ndoshta edhe në këtë rast do të shohim më vonë se për çfarë është dakorsuar, për çfarë është rënë dakord, cilat janë vijat e reja të kuqe, pra në kohët në vijim. Dhe unë sigurisht shpresoj që edhe në të ardhmen të kem për të komentuar jo vetëm pasojat e këtij takimi, por sigurisht edhe aspektet e tjera të gjeopolitikës, po diçka të fundit për shtuar? Patjetër, unë do të shtoja këtë, është lajm shumë i mirë që
nga një Amerikë e dorëzuar në fatin e vet, që ky ishte fundi i, po e them thënjza perandorisë amerikane ose Pax Americana, kemi një Amerikë që nuk është e gatshme që ta lërë vendin e parë, sepse sërish këtu e theksoj që është në interesin tonë që balanca e pushtetit gjeopolitik të rendit botror qëndrojë në perëndim, për faktin edhe tonin në rajonin e Ballkanit, për shkak se nëse forcohen aksi Kinës, Rusisë e tjerë me radhë forcohen dhe proksit e tyre në Ballkan, të cilët nuk kanë qenë historikisht në favorin ton, por edhe për vetë sistemin që qeverisës ose të zhvillimit që kanë të dy kampet, po e them në mënyrë të thjeshtuar, është në interesin ton që ne të kemi modelin që çon drejt zhvillimit, drejt forcimit të individit, të lirive individuale kështu me radhë. Ndaj unë ngelem besim plot që kjo rrymë ose kjo doktrinë që ka zgjedhur presidenti Trump është ajo e duhura, që largohet qoftë nga naiviteti i liberalizmit, qoftë nga cinicizmi i realizmit dhe zgjedh diçka të ndërmjetve që është ajo e realizmit parimor, ku shtetet veprojnë sipas interesave, po bashkëpunojnë me ato vende për të avancuar interesat e tyre, me ato vende që ndajnë disa një qytetërim të përbashkët, disa vlera të përbashkët. Nikola, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe çdo shpjegim ishte si gjithmonë shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Ndërsa presidenti i Shtetet Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, ka kaluar, siç e pamte në pjesën e parë të emisionit, një pjesë të mirë të javës që shkojnë në Kinë, ngjarje të rëndësishme kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Do të përpiqemi me kolegun e nderuar zotin Beqir Sina nga New York, t'ju informojmë